Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa usalli wa usallim ala an-nabiy al-mustafa al-amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Gjitha falënderimet të takojnë Allahut të madhëruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetje dhe bekimet janë për të dërguarin e të zgjedhur e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatitë. Në mënyrë të veçantë e falenderojmë që na ka udhëzuar në rrugën e tij, na ka bërë pasues të Kur'anit, ndjekës të rrugës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Na ka mundsuar me njoftë Allahun, me ju nënshtru, me ju bind, me ju përull, me synu knaqësinë dhe shpërblimin e tij. Në ka dhonë ymër edhe mundësi me pritë me përcjell Ramazanin, me i dalë në fund, e që padyshim që është mundësi e veçantë, andaj edhe tema jonë sonte është në lidhje me atë që kemi arrit, qysh me mujt me e rujt. Është përgjithësi e madhe sigurisht që çdo e arritun jetën tonë me urujt, me u kujdes për te ashtu qysh është mas miri, nga se është një urtësi që e thonë lehtë është me arrit disa gjana, po vështirë është me i majtë. Në të vërtet, për atë që ka synim të qartë në jetën e tij, as me i arrit, as me i majtë, me i rujt nuk është e vështirë. Thjesht besimtari dallon prej njerëzve tjerë me zellin edhe me vullnetin që ka, dhe të gjithë njerëzit e suksesshëm nuk janë të suksesshëm për shkak se dallojnë prej njerëzve të pasuksesshëm, por janë të suksesshëm për shkak se janë insistues në atë që synojnë me arrit në jetë. Do thonë çdo është dallimin mes njerëzve, dikush don, dikush s'don. Përndryshe Allahu i madhruar të gjithëve u ka dhënë mundësi. Në hadith ka ardhur kullu ummeti yadkhuluna al-jannata illa man aba, të gjithë do të futen në xhennet përveç atyre të cilët refuzojnë, ose përveç atyre të cilët nuk dojnë. Kanë thonë ja Rasulullah, ka dikush që s'don me hyrë në xhennet? Realisht xhenneti është në ofertë për të gjithë. Ka thonë men ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba, ai i cili mbindet mu, ai i cili më pason mu, ai do të hyjë në xhennet. Ai i cili nuk më pason mu, ai ka refuzuar me hyrë në xhennet. Pra nuk është problemi te sa është e arritshme një gjë, po problemi është te sa dëshiron njeriu me arrit. Edhe xheneti si i ktill, që është një dhuratë shumë e çmueshme, shumë me vlerë. Kemi thonë sa herë dhe besoj se është e gjithë njohur që me pas mundësi na me e pa xhenetin, ndoshta pjesa dërmuese e jona ishte dashpëruar dhe kishte thonë kaq i bukur edhe kaq i mirë edhe kaq i përkrym çenka sa që ku më jone me arrit xhenetin. Mirë, po puna nuk është kështu. Allahu e ka bërë xhenetin të përkrym, e shumë të mirë, pothuajse të pa arritshëm, e ka bërë për shkak se madhnisë tij takon ashtu me dhon shpërblimin. Ndërsa kërkesën për xhenet dhe kushtin për me mri në xhenet e ka bërë me ato gjëra të cilat për njeriu janë të arritshme dhe të mundshme. Besimi, nënshtrimi konkretisht me namaz, me axharim, me gjëra të cilat njeriu përveç që i ka të mundshme, i ka edhe të lehta, edhe janë të atilla që njeriu i rregullojnë edhe jetën. Neve na duket se ibadeti na merr kohë. Namazi na duket se na merr kohë me përgatitjen e tij, me gjetjen e venit ku kena me u fal, nëse jeni udhëtim, te cilla xhami kime u nal me fal drekën, te cilla xhami kime u nal me fal ikindin, fjala vjen. Krejt këto, ndoshta për dikën i cili nuk falet duken komplikime, megjithatë që të ndaljet në stacionet caktuara. Duke qenë udhëtar ose jo. Për me u përgjigj thirrjes së Allahut fuqiplot, këto ty ta rregullojnë jetën shumë. E kjo në asnjë mënyrë nuk do të thotë se ai i cili nuk nalet,
ose ai i cili nuk i përgjigjet Allahut fuqiplot, ai ka jetën më në rregull se ti, ose ka kohën më të bereqetshme se ti, përkundrazi. Shumica e atyre që nuk i përgjigjen Allahut fuqiplot, shumica e atyre jetën e kanë më të llovi, edhe kohën e kanë më të pashfrytzuar, më të pabereqetshme. Kjo është për një arsye të thjeshtë. Allah i madhruar na ka treguar në surën Al-Anfal. Thotë ja ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O ju që keni besuar, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit të tij, kur ata ju thrasin, ju ftojnë në atë e cila juve ju jep gjallëri. Thënë Allahu dhe pejgamberi na ftojnë në diçka e cila neve na jep gjallëri. Njerëzve ja ushton gjallërinë, jetës së tyre u jep kuptim edhe vlerë, edhe kjo është ajo e rëndësishmja edhe e veçanta. Fundja, njeriu kur lidhet me krijuesin, që është krijuesi i vendit edhe i kohës, krijuesi i gjithësisë edhe i gjithçkaje, atëherë s'ka dyshim se krejt ajo që Allahu ka kriju bëhet më e dobishme, më e këndshme, më e mirë për njeriu e nënshtruar. Sigurisht pas përfundimit të muajit të Ramazanit, të gjithëve na intereson, Allahu a na i ka pranuar veprat apo jo? A kemi qasje me ditë? Jo, drejt për drejt, sigurisht, po a ka shenja, a ka sinjale? Pa dyshim që po. Zatën ajo ma fillestarja, bazikja, për i cilës do të nisemi, është pikrisht fakti se derisa Allahu ka kërku prej neve diçka, nuk ka logjik mos me e pranu. Se Allahu nuk ka nevojë për shërbimet tona, as për ibadetin ton. Na jemi ata që kemi nevojë, edhe Allahu duke qenë i pavarur, duke qenë sovran, me sovranitet absolut, zotrues i gjithçkaje. Edhe plus prej neve ka lyp me bo gjana të caktume, atëherë nuk mundet me u kuptu edhe nuk do të doj me u kuptu ndryshe, përveç se Allahu ato i ka lyp për neve, jo për vete, se ati asgjë nuk i duhet prej neve. E derisa i ka lyp për neve, e shohim se sa të mundshme, sa të lehta i ka bo, edhe sa shumë shpërblim ka paraqit edhe ka premtu për ato veprime cilat ne i bajmë. Tu nis prej kësaj, nuk kemi arsye me dyshu, që Allahu me na urdhëru me diçka, e na me e kry atë si duhet, ose të paktën me u mundu me e kry si duhet, e Allahu në fund mos me e pranu, nuk ka logjik. Ani pse në këtë pikë na duhet me i pas parasysh disa gjana. Nuk është se jemi edhe duhet jemi 100% sigurt, jo në kuptimin e dyshimet, po duhet me e pas një frikë, një dozë të frikës, e cila neve do të me prodhu kujdes. Do thonë gjatë kryerjes së një vepre, e falem namazin e akşamit, sa vjen namazi i jacis, edhe na themi, unë du me fal jacin, edhe Allahu gjithçysh ka me pranu jacin prej meje. Mirë është me pas mendim të mirë për Allahun, po mos thuj gjithçysh ka me pranu për arsye se ne nuk e dim a do të jemi ne ata që do ta falim gjithçysh mirë. A do të jemi në një gjendje mjaftueshëm të mirë për me na pranu Allahu ashtu si jemi, megjithatë kjo frikë pastaj që a i kemi bo punën si duhet, a do t'jemi në gjendje me e bo si duhet, kjo frikë do duhet të prodhonte të ne kujdes, që të përgatitemi edhe të mundojmë që veprat me i bo sa ma mirë që është e mundon. Edhe ky kujdes pastaj sigurisht ka me prodhu cilësi, ose të paktën edhe nëse mungon cilësia, ka me prodhu të ne atë përkushtimin maksimal. E kur them përkushtimin maksimal, ky përkushtimi maksimal ka njëherë e te i kalon formalitetin. Këtë shprehjen time me e te i kalu formalitetin e keni dëgju shpesh, edhe unë vazhdoj me insistu në te, për shkak se funit Allahu po e lyp prej neve gatishmërinë për m'ju nënshtru atij, edhe atë gatishmëri Allahu e çman, edhe e vlerëson, po edhe e pranon, edhe shpërblen për te. Për shembull,
një njeri I cili s'ka mujt me agjëru Ramazanin për shkak të gjendjes shëndetësore, ose për shkak të moshës shtyme, domethënë gjendjes të rëndume, s'ka ndonjë smundje, po shëndeti nuk ja përballon agjërimin. Ndërsa derisa ka qenë I fortë non stop ka agjëru, çka bëhet me çat njeri? Ai llogaritet ashtu siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të udhton njeriu ose kur të smuret, I llogaritën veprat sikurse I ka vepruar kur ka qenë në vend vetin ose kur ka qenë I shnosh. Shumë gjë e thjeshtë. Një njeri I cili për shkak të mungesës së fuqisë detyrohet me u fal ulën. Qysh I llogaritet namazi? I llogaritet sikur e ka fal namazin kur ka qenë në formë, kur ka qenë I fuqishëm, po fal në kom. Po tash po e fal ulën, për arsye se nuk po mundet, ndërsa kur ka mujt e ka dëshmuar veten se është I gatshëm me e kry atë që Allah I madhruar e ka kërku prej tij. Pra Allahu në radhë parë prej neve e kqyr gatishmërinë për me vepru e këtu na skemi qasje të njëri tjetri me ditë sa jemi të gatshëm me bo gjana, ndërsa Allahu I madhruar këto gjana I din, pa dyshim. Megjithatë, gjithë kjo mirësi e Allahut fuqiplot nuk do të normal, nuk do të me u keq kuptu, as nuk do të me u keq përjetu, po do të me përjetu si mirësi të madhe, e cila neve pastaj na detyron, nëse jo për diçka tjetër, atëherë edhe për me qenë mirënjohës edhe falëndërues ndaj Allahut, na detyron që me I bo veprat sa më mirë. Do të thonë edhe kryerje të obligimeve, edhe shprehje të mirënjohjes, edhe falëndërimit ndaj Allahut fuqiplot. Kur jemi te brenga, a thua na e ka pranuar Allahu, na e ka pranuar veprat apo jo, na e ka pranuar agjërimin apo jo, do të me e citu një thanje të Aliut, të birit të Ebu Talibit, Allahu qoftë I kënaqur me Aliun, I cili thot, do të jemi më të brengosur për pranimin apo jo të veprave sesa për vetë kryerjen e veprave. Pra besimtari e keni pa kur vjen koha e namazit, brengoset qysh me e kry namazin sa më shpejt. Pastaj vjen Ramazani qysh me agjëru sa më mirë. Aliu thot për te I kësaj do të me mendu edhe lidhur me atë se anaj ka pranu Allahu edhe me e pas një dozë të brengës në këtë aspekt. E kjo për arsyen tash e sjell edhe arsyen. Thot, a nuk e keni dëgju fjalën e Allahut fuqiplot, innema yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu pranon vetëm prej të devotshmive. Allahu pranon vetëm prej të devotshmive. Pra, brenga jon duhet jetë ana e ka pranu Allahu, se nëse e ka pranu Allahu, e Allahu po pranoj ka vetëm prej të devotshmive, atë na jemi të devotshëm. E nëse jemi të devotshëm, nëpërmjet agjërimit që I ka arrit efekti. Pse Allahu e ka obligu agjërimin? E ka obligu për shkak se duhet të bëhemi të devotshëm. E nëse të bëhemi të devotshëm, çka arrim? E arrim xhennetin edhe shpërblimin e Allahut fuqiplot, arrim pranimin e veprave për shkak se Allahu I madhruar pranon prej të devotshmive. Ndërsa për xhennetin ka thonë o iddet lil muttaqin, ai është përgatit për të devotshmit. Gjendja edhe ndjesia e besimtarit gjithsesi duhet jetë në mes shpresës edhe frikës. Mes shpresës që Allahu më ia pranu veprat, po edhe një dozë të frikës atë rezervës, a thua ai kom bë mirë sa duhet ajo. Që kjo gjendje në mes këtyre dyjave, ose që kjo gjendje e përzime me të dyja të bashk, prodhon të besimtari për kushtim edhe për ulje dhe pengon vetë pëlqimin edhe vetë mjaftimin, që është prej gjanave që ndoshta mas tepërmi na rrezikojnë. Njeriu besimtari rrezikohet prej vetë pëlqimit për shkak se shejtani nëse smunet me të pengu prej kryerjes së veprave të mira, atëherë vjen ka ana e kundërta të thot me ty s'ka. S'ka me ty. Veç krahaso veten me ata që gjithë ditën shkojnë rrugëve të këqija, rrugëve të lajthitjes, me ata që na nganjëherë kemi prirje me u thonë me ata xhahilat, çfarë vepra të xhahilave bojnë kështu me radhë. Ai të përshpërit çdo ty në vesh, derisa të mushet mendja ty që për një mend me ty s'ka.
Ti je njeri më i mirë edhe nëse ty Allahu s'ta pranon agjërimin edhe ibadetin, kujt kam ja pranu? Edhe kretat atjerët janë më të këqij se ti. Ti je me vlerë, ata janë pa vlerë. E kjo është shumë e rrezikshme. Për këtë arsye, besimtari gjithmonë e ka brengën personale. Edhe menon në vetë thot ndoshta ata Allahu nesër i udhëzon, e i fal, e ja u mundson me bëj vepra të mira, e ja u pranon. E ndoshta mos mi pranon. Do thonë, është një dojë, jo dyshim, po një frikë e cila prodhon kujdes. A prap të e ditë se derisa të jemi gjallë në këtë dunja, jeta nuk na mëshiron, ajo na përplas gjithandej, edhe kemi mundësi gjatë atyne përplasjeve, gjatë atyne shkundjeve, edhe me urzu, ose me u lajthit prej rrugës së drejtë. Nuk jemi të sigurt, ose ma mirë me thonë jemi optimist, derisa e lusim Allahun, edhe jemi të lidhur me ta ashtu si duhet, që me qëndru stabil në rrugën e tij. Në surën El Mu'minun është një ajet i cili flet pikrisht për këtë temë. Thot Allahu i madhruar: "Walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Surja El Mu'minun, pra është surja kaptina e besimtarëve. Edhe prej fillimit në vazhdimsi përshkruan, jep detaje se qysh plotësohet profili i besimtarit. E një prej atyne detajeve, gjithsesi të rëndësishme, është edhe ky ajet ku Allahu thotë: "Dhe ata të cilët bëjnë atë që bëjnë, ose japin atë që japin, dhe zemrat e tyne janë të ndruajtura, janë të friksuara, kur ju kujtohet se te Zoti i tyne do të kthehen." E ka pyetur Aisha radiallahu anha pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe i ka thonë: "Ja Rasulallah, kur thot Allahu dhe ata që bëjnë çka bëjnë, edhe kur kujtohet se kanë me shku te Allahu friksohen, është fjala për ata që bëjnë punë të këqija, vjedhin, rrejnë, bëjnë zina, pinë alkool." Thot: "Jo, nuk është fjala për këta. Është fjala për ata që falen, agjërojnë, japin sadaka." Edhe kur i kujtohet që kanë me shku te Allahu e kanë një dozë të frikës, mos nuk po i pranohen ato vepra, ose mos nuk i kanë bërë sa duhet mirë, për arsye se veprat e mira nganjëherë mundën me pas asi defekte që jo që njeriu nuk fiton shpërblim, por mundet me u ngarku me gjunah. Edhe këto e kemi të qartë, besoj, kur na kujtohet hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot se me 3 persona do të ndizet zjarri i xhehenemit, e të 3 ata persona janë persona që formalisht kanë bërë vepra të mira. Njëri i ka mësu tjerë, tjetri ju ka dhënë prej pasurisë që Allahu i ka dhënë, tjetri ka luftu, mirë pas njëri prej tyre se kanë bërë pastër fi sabilillah. Po e kanë bërë me synime tjera, edhe në vend se me fitu xhennetin, ata e kanë meritu, Allahu na ruaj xhehenemin me këtë punë. E profili i besimtarit mes tjerash e pas ka edhe këtë detaj. Besimtari friksohet edhe pse bën mirë. Ai vazhdon me bë mirë, po e ka një dozë të frikës, mos ajo mirësia e tij nuk po pranohet. Andaj, ana ka pranu Allahu, shumë shpresojmë, por nuk jemi 100% të sigurt. Që ajo përqindja e vogël sa nuk jemi të sigurt, nuk është të dyshim, po është thjesht për mos me na lanë, me na hy vetja në huj. Për mos me na lanë, me na mush mendja se me neve s'ka, e kjo pastaj me na e thyt qafën, andej ka nuk e presim. Thjesht është një frikë, një dozë e pasigurisë, e cila prodhon kujdes, edhe e cila prodhon gatishmëri për me arrit cilësinë dhe kualitetin, edhe me vazhdu ngritjen drejt mirësisë. Duke qenë kështu, thonë disa dietarë, një prej shenjave, ishareteve, që Allahu ja ka pranu dikujt të veprat, është kur e sheh se ai njeri veç është stabilizu, është akomodur në rrugën e mirë, në rrugën e drejtë. Do të thonë, ka falë namaz në Ramazan, vazhdon me falë edhe mas Ramazanit. Ka agjeru në Ramazan, vazhdon me i pas sjelljet e agjeruesit edhe pas Ramazanit. Cilat janë sjelljet e agjeruesit, ose cili është produkti kryesor i agjerimit, është devotshmëria. Allahu ka thonë,
Agjeroni që të bëheni të devotshëm. Pra, mas Ramazanit, kjo është bëj devotshëm. Devotshmëria është me i kry obligimet, me i përmosh obligimet edhe me urujt prej ndalesave. E sheh vetën se në këtë rrugë je mirë, atëherë kjo është një shenjë e mirë se ato vepra të cilat i ke bë, ato me lejen e Allahut janë pranu. Për këtë arsye, vazhdimësia në vepra të mira është dëshmia më e mirë e cila e identifikon ecjen në rrugën e duhur për secilin besimtar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna Allaha idha ahabba 'abdan ista'mala. Kur Zoti e don një njeri, kur Allahu ka dashni për një njeri, Allahu e përdor atë njeri. I kanë thonë, ja Rasulullah, qysh Allahu e përdor një njeri? Ka thonë, Allahu ja mundson me bo vepër të mirë, para se me vdek. Do thotë, tukon gjallë, ja mundson me bo vepër të mirë. Edhe ai vazhdon me bo atë vepër të mirë deri në vdekje. Do thonë, ja mundson që me vdek në vepër të mirë, edhe Allahu i bën që edhe njerëzit me kon të kënaqur me te. S'ka më mirë se sa Allahu me të udhëzu edhe me të majt në rrugën e udhëzimit deri në vdekje. Që kjo është dëshmia se Allahu i madhruar e ka dash një njeri edhe ja ka dash të mirën. Padyshim, ne mundum me thonë që njeriut, stabiliteti që i nevojitet njeriut, i ka disa faktorë që e fuqizojnë. Thonë, na mos me pas stabilitet cilin e kemi prej Allahut fuqiplot, kollaj është një mujdet me nejtë në kam, me u falë edhe ditën edhe natën, edhe namaz natës, edhe namaz teravis, edhe qiyam, edhe kështu, edhe ashtu, edhe mirë po, a mundëm me e përbalu ma shumë se një muj, shtrohet pyetja. Ose, qëto ditët mas Ramazanit që i kemi, dita e satërës, e treta, e katërta, apo e vrem vetën se jena konë në prag të kolapsit, për arsye se që 3-4 ditë se cili prej neve, po e sheh se sa që në kalohë. A është qështu apo jo? E tash, të vynë stabiliteti. Nuk janë punë, thjesht veç punë të vrullit, edhe të entuziazmit edhe të euforis, për arsye se ato garat e gjata nuk shkojnë me shpejtësi të mëdhaja. Vrapimet maratonike janë me shpejtësi të ngadalshme, por aty vynë rezistenca dhe qëndrueshmëria. Qështu është jeta? Vynë qëndrueshmëria dhe rezistenca, e ato që e fuqizojnë ose e kultivojnë këtë rezistencë, padyshim që janë disa faktorë. I pari dhe më i rëndësishmi është sinqeriteti, i cili nëse mungon, atëherë krejt ato tjera të s'kemi pse i përmendim. Sinqeriteti do më thonë që njeriu ato që ka e synon me e synu vetëm për hir të Allahut, jo për diçka tjetër. Mos me pas synim të kësaj dunjaje, po njëkohësisht mos me pas edhe se nga njëherë na rrëmbejnë trendet. Hajtë se u bot trend me shku në namaz natës, edhe na e kemi pa për shembull gjatë Ramazanit. Në të gjitha ato xhami që ka pas namaz natës kanë qenë plot. 2 orë mas asaj u kon namazi i sabahut edhe se ke pa ndoshta as një tretën, ndoshta një të katërtën e atyne që kanë qenë namaz natës. Ton e dim, teorikisht e dim, se namazi i sabahut është shumë më i rëndësishëm, edhe më me vlerë se sa namazi i natës. Madje, ndoshta është gabim me thonë është më me vlerë se s'krahasohet. Megjithatë njerëzit vazhdojnë namaz natës grumbull të mëdhej në atë xhamie, në mëngjes e bojnë muhabetin e ku falet i prome, edhe më kon filon venin e jam kënaqë kështu anë kënej. Me bo me na shku menja, me pyet vetën ose me pyet njërin tjetrën. Po mire, sabahun ku e fale, aty tani do të me kafshu buza. Pse? Për arsye se pa këtë shkuptim, kemi fillu me u bo pengje të trendeve. Hajtë se është trend që shtu tonë, po shkojnë namaz natës, hajtë shkoj edhe onë. A këto do të me e këthynë të kundërtën. Me thonë tonë po shkojnë namaz sabajt, hajtë shkoj edhe onë. Ose nëse shkojnë tonë namaz sabajt, unë të shkoj, se ndështë të bojmë sebeb që edhe dikush me ardhë, edhe me e këthyja trendin e vërshimit të xhamijave në namaz të sabahut, për shkak të rëndësisë që ka, pa e nënvlerësu namazin e natës. Namazin e natës është shumë i rëndësishëm. Edhe unë e thamë, krejt ata që kanë marrë pjesë namaz natës, padyshim që kanë fitu shumë. Mirë po, janë me një farënditje gjanat. S'deshta këto me bo temë, po du me thonë që njeriu do të me konë shumë i kujdesshëm, që
në motivimin për me bo vepra të mira, nuk do të më nënshtru trendit, po do të më nënshtru synimit legjitim. E synim legjitim është pikërisht ai synim cilin Allah i madhruar na ka treguar në Kur'an, edhe ai cilin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka përshkruar në hadithe të shumta, mes tjera është edhe në atë hadithin që e përmena të atyne 3 personave të cilat në vendse me mërinë në xhennet, Allahu na ruaj kanë mërinë në xhenem. Pra, për shkak të kësaj sinqeriteti, përzemërsia, lidhja e kullume, e pastërt me Allahun fuqiplot, do të më kon shumë nivel. Edhe përveç se do të më kon nivel në piknisje, ajo do të më mirëmbajt gjatë gjithë rrugës. Pastaj vijnë disa faktorë konkret, praktik. Për shembull, shoqëria e mirë. Njeri për me pas të lehtë punën e mirë, do të me u shoqëru me njerëz që bojnë vepra të mira. Për me pas të lehtë punën e mirë, do të me nejtë me asnjë njerëz që bojnë mirë. Edhe me u shmon nga atyne që bojnë keq. Për arsye se një njeri, po e zom, e ka shumë të vështirë, nuk po thëmë të pamundër, me i falë po e zom 5 kohë namazet, nëse gjatë gjithë jetës ti shoqërohet me njerëz që nuk fale. E ka shumë të vështirë me qëndru si besimtar, s'po thëmë të pamundër, nëse gjatë gjithë jetës ti shoqërohet me njerëz të cilët besimi nuk ka ndonjë vlerë. Andaj, shoqëria e mirë është shumë e rëndësishme, për arsye se aty ka pozitivitet reciprok, i cili sa ma shumë njerëz t'jenë pjesë e asaj shoqërie të mirë, aq ma tepër rrezatim do të ketë, edhe për secilin prej tyre do të ketë përfitim padyshim, po edhe mundësi e fuqizimet. Shembullin më të thjeshtë e kemi te falja e namazit në xhamat. Kur e fal namazin në xhamat, edhe nëse veç veti dyti falesh, ose veti treti, namazi i jëtë shumë fishohet edhe fuqizohet për sa? Për 27. Do të thonë, s'është 2 fish nëse falesh veti dyti, por është 27 fish. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe vepra tjera, do të thonë, në këtë mënyrë, ekziston një rrezatim pozitiv i cili është i pamohueshëm. Krahas për zgjedhjes së shoqërisë të mirë, në afërsi të cilëve edhe puna e mirë është e lehtë edhe e mundshme, gjithsesi do të patur parasysh edhe lidhjen me xhami. Xhamia do të më u shndërru në epicentër të jetës edhe aktivitetit të besimtarit. Besimtari s'do të më paramenduj jetën e tij pa xhami. Xhami, çka do të thonë xhami? Xhami do të thonë pikë takimi ose pikë tubimi. Epicentër. Takohen, të bohen muslimanët, falet namazin në xhami, besoj të gjithë jemi dëshmitar çfarë përjetimi është kur falemi në xhami dhe çfarë përjetimi është kur falemi po e zom në shtëpi. Ne e falim me shumë gatishmëri, me shumë përkushtim, por vetë e përjetojmë, vetë e pranojmë se përjetimi është ndryshe, ai në xhami është shumë më i mirë. Krahas kësaj, do të thonë është mirë, do të thonë njeriu me ja bë vetës obligim me i falë kohët e namazit në xhami, ose të paktën në praktikat tona tash këto që tonë po e qes për vete. S'po e qes për vete, po du me thonë nuk e gjem në libra të shkrume. Të paktën me ja bo vete kosht sabahun edhe jacin me e falë në xhami. Për arsye se gjatë ditës, po e zom dreke, i kindije, mundën me nëndzom punët, udhëtimet, obligimet e ndryshme, të profesionit, të zanatit, të familjes, e kështu me radhë, ndoshta mundën me arsyetu vetën deri dikun, por ai i cili as edhe sabahun, as edhe jacin nuk e falë në xhami, ai nuk e ka punën mirë me xhami, as nuk e ka punën mirë me namaz, edhe nëse i thot vetit 5 vaktli, edhe nëse i falë namazet i falë, borxhen e lanë, po flasim për nivelet të avancume, po flasim për diçka më mirë, kurse si nuk jam të insistu me kontestu vlefshmërinë e namazit ose ibadetit ose mirësisë të dikujt. Gjithnjë po flas për më mirë. Pas kësaj, gjithsesi fuqizohemi duke i kry edhe nafilet, edhe veprat vullnetare, mos më i shpërfill, mos më i nënçmu, për arsye se e dim në hadith kudsi ka ardhur se Allahu ka thonë, s'ka vepër me cilën robi im më afrohet mua më shumë, se sa me ato që ja kum bo farz. Do thonë me farze i afrohemi Allahut më shumë te. Mirë po jo mjaftueshëm. Vazhdojmë t'i afrohemi për te i farzeve,
edhe me nafile, me vepra vullnetare, derisa të arrijmë dashurinë e Allahut fuqiplot, i cili thot ai vazhdon robi im të më afrohet me nafile, me vepra vullnetare, derisa ta dua, e kur e dua, bëhem syri i tij me cilin sheh, veshi i tij me cilin dëgjon, dora e tij me cilën vepron, komba e tij me cilën ec, nëse më pyet, i përgjigjem, nëse më lutet, i jap, nëse kërkon diçka, i jap plotësoj, nëse kërkon mbrojtje, e mbroj e kështu me radhë. Pastaj vjen shprehja e dobësia njerëzore, e cila padyshim që është evidente, edhe dobësitë tona ne i kompenzojmë me çka? Dobësitë tona ne i kompenzojmë me mbështetjen në Allahun fuqiplot edhe me kërkimin e ndihmës prej tij. Kështu që vjen shprehja ajo duaja, lutja e vazhdueshme për gjithçka, po në mënyrë të veçantë për stabilitet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas shprehi, tukon pejgamberi i Zotit edhe i garantuam me u lut ja muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, o ti që i rrotullon zemrat, ma forco zemrën time në fenë tane. Pastaj duhet patur kujdes nga çdo gjë që na rrezikon, që e kontaminon apo e helmon ambientin përreth neve, me pas kujdes nga ato të cilat mundën me na i dëmtu zemrat, jo në kuptimin fizik, po me ta rreziku që të stabilitet edhe që të qëndrueshmëri në fenë e Allahut fuqiplot, dhe në fund të kësaj të përmendjes së faktorëve të stabilitetit, do të me përmend ato që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e kam pyet cilat janë veprat më të dashura te Allahu fuqiplot, ka thonë më të dashurat veprat tek Allahu janë ato që janë të vazhdueshme, qofshin edhe të pakta. Pra, mos të mashtrohemi ose mos të na rrëmbej dëshira për të bërë vepra të mëdha, në cilat ndoshta nuk mundem me vazhdu, po të përqendrohemi te ajo që është e vazhdueshme, pavarësisht që në sytë tonë mund duket e pakt. Në gjithë këto ju kisha lut t'i lexoni 3 ajete në surën An-Nahl, kaptina e bletës, ose kaptina e bletëve, ajetet 90, 91, 92. Për shkak se ka mesazhe dhe porosi shumë të forta, po janë edhe shumë konkrete për çka po flas. Unë po ja citoj ajetet kalim, Allah i madhruar thot inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Vërtet Allahu urdhron në drejtësi, bamirësi, dhënie dhe ndihmës të afërmëve, u yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi, dhe ndalon prej punëve të ndyta, prej punëve të këqija dhe prej zullumit. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun, Allahu kësaj ju këshillon në mënyrë që të përkujtoheni dhe të këndelleni. Ky është ajeti 90 i surës Nahl. Tjetri ajet vazhdon wa aufu bi ahdillahi idha ahadtum, dhe kur të besatoheni me Allahun, çojeni besën që ja keni dhënë Allahut në vend. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, por edhe besatimet tjera në asnjë mënyrë mos i shkelni pasi që ti keni konfirmuar. Wa qad ja'altumullaha alayhi kafila. Wa qad ja'altumullaha alaykum kafila. Pra mos i shkelni besatimet duke qenë se Allahun e keni bë dorëzan në besatimet dhe në marrëveshjet e juaja. Inna Allaha ya'lamu ma taf'alun, mos harroni se Allahu i di krejt ato që ju i veprani. Dhe ajeti i 3, 92, ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Dhe mos u bëni në asnjë mënyrë sikur ajo. Tash këtu Allah e sjell një shembull, çysh s'do të më u bë, thot sikur ajo e cila ka thur diçka e pastaj e ka shthur ato çka ka punuar. Do thonë mos u bëni sikur ata të cilët ndërtojnë në fund ditës rranojnë. Ata të cilët investojnë e pastaj i bëjnë hije plon investimet e veta, për shkak se krejt kjo mundet me ndodhë edhe në jetën edhe në praktikën tonë, nëse Zoti na ruajt njeriu pas Ramazanit ja kthen shpinën ibadetit, e braktis namazin, e braktis devotshmërinë, i lan dorët prej Kur'anit, nuk prezanton në xhami, nuk interesohet për mirëqenien e zemrës vetë dhe shpirtit vetë, atëherë në të gjitha këto mundet me i ngja
asaj e cila ka thurr e pastaj ka shthurr, mundet me ngja atij i cili ka punu po pastaj ka prish, e besimtarit në asnjë mënyrë nuk i ka hije edhe nuk i takon që me u bë i këtill. Allahu i madhruar na dhuroft stabilitet në rrugën e tij, na dhuroft sinqeritet në fjalë edhe në vepra, na e boft mundshme që në jetën tonë edhe për rreth neve të kemi gjithmonë njerëz të mirë, shoqëri të mirë. Atë që kemi bë, Allahu na e pranoft, atë që ka mbet, Allahu na dhash sukses që ta bëjmë edhe atë si duhet. Kjo ishte sa i përket këtij përkujtimi për sonte, ndërsa nga sot një javë do të vazhdojmë një temë të re me lejen e Allahut fuqiplot, takimet dhe ligjëratat tashmë që është llogaritja verore e kohës do të mbahen pas akşamit. Allahu ju rujtë ju bekoft, wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.